Një moment shumë i rënd ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, duke tronditur jo vetëm banorët, por edhe publikun. Gjatë një përplasjeje të fortë, Rogerti drejtohet Mateos me tone kërcënuese duke thënë: "Ti vlla, je i vetmi njeri që unë do e shklyj", ndërkohë që bën edhe gjeste me duar sikur po e shqyen nga inati. Mateo, i habitur nga reagimi, i përgjigjet: "O, çfarë po flet?" Por situata nuk qetësohet. Rogerti vazhdon me të tijën duke përsëritur: "Ta, dua me e shky vllai", thot Mirit. Ky moment ka ngritur shumë reagime në rrjet, ku shumë djegës e kanë cilësuar si sjellje të papranueshme dhe të rrezikshme. Mbetet për tu parë nëse produksioni do të marrë masa pas kësaj situate të tensionuar. Një gjë është e sigurt: tensionet në shtëpi kanë arritur kulmin pak para finales. Do t'ju jemi mirënjohës nëse do të na ndihmonit që të mirëmbajmë faqen vetëm duke shtypur mbi foton që ndodhet më poshtë. Faleminderit për mirëkuptimin. SHQIP